Sezoni 2024-2025 në Ligën e parë të futbollit vendor, vetë 3 gjiro para përfundimit të kampionatit, ka mbetur me 10 ekipe, pasi shkaku i dënimeve drastike të shqiptuara nga ana e Komisionit Disiplinor në kuadër të FFM-s nga garat e më të tjeshme janë larguar. Së pari klubi i futbollit Voska Sport dhe para xhiros së 30 dhe klubi i futbollit Gostivari, me arsyetim të padrejtësive të shumta nga organet e FFM-s. Pra, kjo situata aktuale është rrjedhoj e nderimeve në Federatën e Futbollit, por dhe përzierja e shumë faktorëve, duke mos i amnestuar dhe klubet. Njohësi i mirë i rrethanave të futbollit vendor ish arbitri Nexhat Kasa thotë se në mesin e arsyeve mund të jetë dhe përzierja e politikës në sport. Sporti nuk duhet përzihet me politikë. Këto duket janë përzi gjanat, prandaj ky kampionat, po edhe ka pas edhe kampionate të tjera të cilët nuk mbarojnë në mënyrë të rregullt. E para njëherë të largohen 2 ekipe. Janë arsyet e tyre, por në anën tjetër janë edhe arsyet e Federatës të futbollit. Tani, a thu do të jetë i rregullt ky kampionat? Sipas meje nuk do të jetë i rregullt, po ka pas edhe kampionate të tjera të cilët nuk kanë qenë të rregullt, por ekipet, veçanërisht ekipet shqiptare, kanë qëndruar deri në fund. Tani, së pari njëherë për sa i përket Gostivarit. Këtu e kemi më afër. Në fillim të kampionatit, ato pretendonin bile se do të jenë edhe kampion në Republikën e Maqedonisë. Por me vazhdimin e kampionatit, ato e panë se nuk kanë shanse të jenë në ato 3 të parit që do të dalin në Europë, kështu që ai entuziazëm i parë ka ra. Do të thotë, euforia ke ato u shuva dhe pastaj fillojnë zankat ndërmjet, fillojnë edhe probleme tjera të mbrendshme dhe ato paraqiten edhe në lojë, në fushë. Mos flasim për ndrimin e kryesisë, ku në ato 4 vite kur kryetari ishte shqiptar, ishte situata shumë më e relaksuar se sa që është momentalisht tani. Tani bën edhe padrejtësi të lloj-llojshme, të cilat lojtarët në fushë nuk i dinë, por pas shpinët të tyre punohen shumë gjëra të tjera, si në udhëheqësi të klubeve, ashtu edhe në referimin e në çdo gjë që është në lidhje me futbollin. Por çka realisht ndodh me futbollin në Maqedoninë e Veriut, vetëm 3 gjiro para përfundimit të sezonit 2024-2025? Për fat të keq, futbolli në Maqedoni është në dekadencë, shkon mbrapsht. Për shembull, Maqedonia, si një pjesëmarrëse në Kupën e Europës, që ishte shumë lart, domethënë, tash është në ramje. Ajo kurba, lakarja në vend që për shembull të ngritet, gjithmonë kualiteti sa më lart, tash në Maqedoni është duke rënë. Njëherë ajo gjenerat e tyre vetëm janë edhe në moshë. E dyta, thash, është atmosfera brenda shtetit, edhe brenda edhe FFM-s. Kështu që faktikisht për fat të keq nuk ka ndonjë perspektivë të shëndritshme futbolli i Maqedonisë. Padyshim se problemet në futbollin vendor janë evidente, normalisht se fajtor janë faktor të shumt, lind dilema se ku qëndron problemi. Futbolli është një sport shumë i shtrenjtë dhe dihet se në Maqedoni nuk është si në perëndim ku klubet prej sponsorëve të ndryshëm të firmave të mëdha dhe prej shitjes së biletave mbijetojnë edhe pasurohen. Këtu faktikisht, nëse nuk ekziston një sponsor ta financojë një klub, ai do të shuhet. Pra në futbollin e Maqedonisë ka probleme të shumta. Padyshim se fajtor në radhë të parë janë drejtuesit e disa klubeve që nuk kanë mund të arrijnë pretendimet e tyre, por dhe organet e FFM-s, të cilët kanë sjellë disa vendime të shpejtuara për të treguar autoritetin e tyre. A thua këto probleme të lartë përmendura do të jenë të fundit në këtë kampionat, gjithsesi se kjo do të shihet edhe në finalen e kupës, ku më 21 maj në arenën Todor Proeski në Shkup përballen Vardari Struga Trimlum.